Në lagjen Potok të komunës së Vrapçishtit, punimet për ndërtimin e aksit kryesor janë drejt fundit. Rruga me gjatësi prej 380 metrash dhe gjerësi 5.5 metra tashmë ka marrë formë pas përfundimit të asfaltimit dhe ndërhyrjeve në rrjetin e kanalizimit. Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani tha se ky projekt ka vlerën totale prej 10 milion denarëve, ku 7 milion janë darë për rrugën dhe 3 milion për infrastrukturën përcjellëse si trotuaret dhe ndriçimi. Bashkërisht sot ndjekim punimet, të cilët janë më në fazën përfundimtare, ku me çështjen e asfaltimit kemi mbaruar, ka ngelur çështja e trotuareve në afat prej 10 ditësh, besojmë që do të mbarojmë edhe me trotuaret dhe sinjalizimin horizontal dhe sinjalizimin vertikal. Me gjitha standardet, domethënë, të cilët parashihen, domethënë, për një rrugë lokale dhe pjesët, domethënë, të cilët ne kemi intervenuar para projektit të asfaltimit, është se kemi mbaruar edhe me çështjen e kanalizimit dhe ujësjellsin, komplet domethënë kanalizim rrjet i ri, ujësjellës rrjet i ri dhe tani nuk diskutohet që do të kemi edhe sinjalizimin që përmenda edhe më herët horizontal dhe vertikal dhe si në vazhdimsi që kemi folur gradualisht ne kemi filluar me transformimin e komunës nga komunë rurale në ato urbane. Në këtë inspektim mori pjesë edhe kryesuesi i Këshillit Komunal të Vrapçishtit Evzal Arslani, si dhe sekretari i komunës Erdal Ahmet, i cili njoftoi se etapa e radhës do të përfshi rregullimin e aksit drejt xhamisë Haxhi Ahmedit. 10 gün lük süre içerisinde bu işlemler tamamlandıktan sonra projenin ikinci etabı olan Pas përfundimit të sinjalistikës këtu, do të vazhdojmë me fazën e dytë drejt varezave dhe xhamisë, duke aplikuar të njëjtin standard rinovimi si në rrugët dhe në infrastrukturën nëntoksore. Deri në fund të vitit 2026, Komuna e Vrapçishtit planifikon të përmbyllë gjithsej 11 projekte të kontraktuara, duke përmirësuar ndjeshëm jetën e banorëve të kësaj zone.